Vazhdojmë tani me përgatitjen. Në njën më të madhe, unë kam shtuar 800 gram mish viqe të bluar. Këtë pjatë po e bëjt përshtatshme për 6 persona. Nëse juve ju nevojitet më tepër, mund që t'i dyfishoni të gjitha masat që unë po i paraqet gjatë kësaj recite. Por nëse ju duhet më pak, atëherë mund që t'i përgjysmoni. Fillimisht, te mishi i bluar do të shtojmë një qepë. Qepën duhet që ta bëni imët në blender dhe do ta shtojmë qepën bashkë me lëngun e qepës. Dhe tani, sekreti që ta bëjmë mishin e donerit është te salca e kosit. Në total do të kemi nevojë për 180 gram salcë kosi, në disa vende i thojnë ajk, shmand ose pavllak. Pasi e shtojmë salcën e kosit, pak e shtypim kështu me lugë, që të bëjmë vend për t'i shtuar tani erëzat. Vazhdojmë shtojmë 2 lugë të mesme me piper të kuq, 2 lugë të mesme me kryp, pasi kemi sasit mjaftueshme të mishit, hudër në pluhur, piper të zi, si dhe pak nenergjik të thotë ose mend të thotë për shije dhe aromë. Tani me dorë vazhdojmë që të përzijejmë, duke përzier, duke e ngjeshur mirë. Do të vazhdojmë që të përzijejmë kështu për disa minuta, 7-8 minuta. Sa më shumë përzihet, aq më të mira do të na bëhen. Pas disa minutave përzierje, mishi duhet që të duket kështu. Tani do të na duhet nylon foli dhe shtrojmë poshtë tavolinës punës. Brenda te nylon folia, vazhdojmë që ta shtojmë mishin të cilën e përgatitëm. Tani, me ndihmën e nylon folis, do t'ja japim formën e mirë, duke shtypur kështu në tavolinën e punës. Dhe tani, mishi i donerit është gati dhe vazhdojmë që ta vendosim tani në ngrirje të thellë. Duhet që të ngrihet më së paku 4 deri në 6 orë. Nëse e përgatitni për darkë, është mirë që ta përgatitni mishin prej në mëngjes që t'jepni kohë që të ngrihet. Dhe për t'i shoqëruar mishin e donerit, do të përgatisim edhe pite. Dhe bashkë me mishin e donerit edhe pitet, do të bëjmë iskendirin. Vazhdojmë tani në njën më të madhe dhe më të thellë, shtojmë 350 ml me ujë të vakët. Te uji do të shtojmë një lugë gjelle me kos. Përzijemi mirë. Shtojmë majën e bukës, unë po përdor maja buke të freskët. Në total po përdor 20 gram. Nëse përdorni maja buke në pluhur, atëherë duhet që të shtoni 10 gram. Për ta ndihmuar që maja e bukës të aktivizohet më mirë, shtojmë një lugë të mesme me sheqer. Përzijem përsëri, derisa maja e bukës të tretet te uji dhe kosi. Vazhdojmë ta shtojmë mielin. Miell do të na duhet dikon 700 deri në 800 gram miell, por siç ju them gjithmonë, bëni kujdes me mielin. Do t'ju them përsëri sepse masat e miellit gjithmonë ndryshojnë nga marka e miellit që po e përdorni. Shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp, dhe tani vazhdojmë me dorë, duke ngjeshur dhe duke formuar një brumë mesatarisht të butë, njëjtë si kur përgatisim bukë. Dhe brumi i piteve është gati, duhet formoni një brumë kështu mesatarisht të butë dhe mua më deshen në total 750 gram miell për ta formuar brumin. Tani lejojmë që brumi të aktivizohet për 30 deri në 40 minuta në ambient të dhume. Sigurohuni që brumin sipër do ta mbuloni që mos t'ju vendon kore. Dhe pas dikon 30 minutave, brumi është aktivizuar mjaftueshëm, është i gatshëm për të vazhduar punën.
Nga ky brun, vazhdojmë që të largojmë 6 kuleç të barabarta. Pasi këtë meny po e bëjt përshtatshme për 6 persona. Marrim tani kulaçin e parë, cilin e kemi ngjishur, dhe vazhdojmë që t'i hapim. Tani bukët i kam renditur në tepsi për pjekje dhe poshtë tepsisë për pjekje kam shtruar letër që mund t'i largojnë nga tepsia pastaj më lehtë. Marrim një kuqe të vezës dhe te kuqja e vezës vazhdojmë që çtojmë edhe një lugë gjelle me kos. Përzijemi mirë. Me këtë përzierje i lyejmë bukët sipër. Dhe këto bukë tani nuk i lajmë më që të pushojnë në tepsi, sepse do të fryhen shumë. Vazhdojmë me një herë i pjekjem. Me gishta do të bëjmë kështu vrima. Vazhdojmë që t'i pjekjem në furrë të parangrohur në 220 gradë, diku preferuesisht 20 minuta. Ndërkohë e bëjmë gati salcën, cilën do ta shtojmë sipër bukëve. Në një hinë kështu më të vogël, kam shtuar 250 ml ujë dhe vazhdojmë tani aty që shtojmë 2 lugë gjelle me pastë domate, pra pastë domate pak më të trash, jo si ajo e holla. Përzijemi mirë që të tretet pasta domateve bashkë me ujin. Nëse nuk keni pastë domate, mund të përdorni pastë hollë, duke mos shtuar as pak ujë në të. Dhe tani mishi i donerit është ngrirë mjaftueshëm, pra është bërë i ngurtë shumë, kështu duhet që t'jetë. Vazhdojmë tani që ta largojmë nylon folin dhe ta prejmë mishin. Në një tigan me vaj të nxehur mirë, vazhdojmë i përgojmë pjesët e mishit të donerit. Ato pidet i kemi gati dhe sa i kam larguar nga fura. Bukët i prejmë kështu në formë katrore. Tani që i kemi gjitha gati, edhe mishi është pjekur, vazhdojmë që t'i rendisim. Fillimisht sipër bukët do t'i lagim me salcën që përgatitëm, por mos harroni që ta ngrohni pak, ta bëni të nxehtë. E tani sipër i mbushim me mishin e donerit. Dhe nëse keni provu donerin original ose iskenderin, e dini që sipër duhet që t'i shtoni pak gjalp të shkrirë. Gjalp mund shtoni si pas dëshirës së juaj, atë sa keni dëshirë ju. Unë do të shtoj kështu nga pak, pasi po e bëj këtë menu iftarit përshtatshme për mysafir. Dhe të dashur miq, pjata për ditën e sotme është gati.
Shpresoj që do ta provoni ju dhe do ta shijoni bashkë me më të dashurit e juaj. Të gjithë ju që jeni agjërueshëm, ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.